ndryshme dhe po del një emision jashtëzakonisht me interes për publikun. Këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, atmosfera është pak mikse sepse New York për herë të parë që 57 vite është duke mundu më po kampion klubi i basketbollit të New Yorkut në NBA, edhe aty është përqendrimi i shikueshmërisë. Po ka fan zona të ndryshme që mban nga qyteti i New Yorkut. Edhe këtu kam një shumë afër, po ndoshta një ditë tjetër do të lidhem drejt për drejt. Kjo për shkak arsye se biletat janë bërë zakonisht shumë të mëdha. I keni ato billboardat nëpër qytet, Welcome FIFA World Cup 2026 e kështu me radhë. Është një atmosferë, po jo siç është nëpër Evropë ose në Amerikë Latine, sepse këtu futbolli apo soccer si i thojnë nuk është futbolli, nuk është sporti më masiv në vend. Taulant, mirëmbrëma dhe nga ana ime. A ka ndonjë detaj? Mirëmbrëma dhe juve. A ka ndonjë detaj interesant që publiku nuk e shef në transmetim, drejt për drejt? Që shikon ti nga afër? Po, kishte polemika, në fakt kishte vërejtje nga kryetari i shtetit të New Yorkut në lidhje me çmimin e